Kjo e para dhe kryesore ka qenë në Kosova. Domethënë pavarësia e Kosovës. Domethënë kemi një gjë. E thotë dhe Fatmir Lima këtë më duket në intervistë. Po shiko, tani unë mbaj mend për shembull në 94-ën mos gaboj, 94-ën 95-ën erdhi Ibrahim Rugova te vila e Berishës në vila qeveritare në Dajt. Në Dajt. E preferonte Dajtin. E preferonte Dajtin dhe ecën shumë. Se Dajtin. Dhe tani unë vi vërtet jam studenti dhjetorit 90, por isha 18 vjeç në dhjetor 90. Unë vi nga i brez që neve Kosovën e kemi pasur ëndër. Ato e arrim ta vizitojmë një ditë. Kaq ishte ëndra jonë. Nuk arrinim dot të imagjinonim që ne Kosova do të ishte e pavarur, që ne mund të shkojmë Kosovë sa herë të duam. Ishte, do të thënë, ëndër, dhe për këtë duhet falenderojmë Zotin që të gjithë nga i pari deri i fundit. Në aso kohë, domethënë po të kemi parasysh komunistët e shitën Kosovën deri aty, saqë literatura nga Kosova ishte te literatura huaj në letërsi. Në letërsi, shkrimtarët nga Kosova i kanë bërë te letërsia e huaj, jo te letërsia e realizmit socialist, letërsia shqiptare, letërsia e huaj. Gjithashtu në gjeografi, Kosovën nuk e kemi bërë pjesë e Shqipërisë, në Kosovën e kemi bërë te vendet e huaja. Vendet e Ballkanit ishte Kosova. Pra ne s'kemi bërë asnjë, domethënë Kosova ishte lënë tani në 94 ose 95-ën këtu. Domethënë me naivitetin tim them shiko çfarë mund të bëhet, çfarë do lloj zgjidhje a mund të marrin në pjesë Kosove. Për mua kjo është ëndër. Dhe Rugova i qetë kështu, Babaxhan thotë, por djalë, thot, Milošević është i gatshëm që neve me na nda Kosovën, me na elan, thot. Po të ishte gjynaf bre djalë. Si mundemi ne me elan Kosovën kështu? Thotë, ç'a po flet ky? Ne kanë marrë Kosovën, ç'a flet ky? Domethënë Kosova duhet ruajtur në çdo metër katror. Mua kjo më ka ngelur mend nga Rugova 94-95. Dhe kur doli kjo pas 30 vjetësh me 2017 kur doli kundra ndarjes Kosovës. Mu me herë më kujtu Rugova 30 vite para. Më kujtu Rugova si mor djalë vetëdia e burrave të shtetit. Po këto vinin nga oda e burrave. Të vini nga oda e burra, ne ishim kështu, hajde në rrugë, hajde me të kap që të kapish. Ishte të mërshme. Të ishim burra shteti. Domethënë, dhe bëjsa, natyrisht ishte kjo përgatitja e Bushit, ka qenë jo i lumtur, po jashtëzakonisht i lumtur. Nuk është marrë me politik fare. I ka lënë terren e Edi Ramës thuj ç'a dush. Ato një muaj para se të vinte Bushi në Shqipëri, çfarë të donte Edi Rama thuaj, jepi, çfarë të duash? Fare. Vetëm që vizita e Bushit ishte tip-top, sepse ishin të mrekullueshme, ka qenë i lumtur jashtëmase. Pastaj ishte kjo e Kosovës. Ka një moment shumë të bukur te kjo e Kosovës kur vjen Bushi vinte fill mas G7-s. Dhe në G7 ishin G7 plus Rusinë. Në G7 kishte ndodhur që presidenti Chirac aty kishte hapur një rrugë, ndërkohë që ishte marrë vendimi pak a shumë mes tyre vendeve që do shpallej pavarësia e Kosovës dhe do njihej, dhe Bushi kishte marrë qendrimin që unë do njoh pavarësinë e Kosovës në G7 plus Rusinë. Në presidenti Chirac i thotë, shiko, ne t'i lejmë edhe disa kohë që të përpiqen që të bëjnë një bashkëjetesë paqësore gjëra tilla. Dhe presidenti Bush nuk mund ta shpallte me një herë, sepse kishte ardhur me idenë që ta shpallte në Tiranë. Ai gjithsesi tha time is now. Ai e shpalli në një farë mënyrë, por nuk e tha Kosova, e tha ne jemi në këtë rrugë, kjo rrugë është e pakthyeshme, time is now e njërin tjetër. Dhe ka pasur një bisedë shumë interesante kur Bushi thotë cili është qëndrimi juaj, ata shpall. Dhe shumë e bukur sepse marrëdhëniet ndërkombëtare që e bëjnë tamam burrat e shtetit dhe presidenti kryeministri Berisha i thotë presidentit Bush, president Bush, shqiptarët do të jenë përjetë mirënjohës në jush, meqense ju e keni marrë këtë vendim, neve lëm juve zgjidheni vetë, po si ju përshtatet juve më mirë. Dhe lehtësoj të gjithë politikën e jashtme amerikane, se imagjinohet të thonë të presidenti, të gjithë duhet ta zbatonin. Mi bëj hapte një probleme goxha të mëdha rajonale.
Ndërkohë që problemet duheshin sistemuar para se t'u shpalte. Në mënyrë që kur të shpallet kishte sa më tepër vende që ta njihnin. Reagime pa më kishin negative. Pra, pavarësia e Kosovës ka qenë e jashtëzakonshme si mrekulli. Kanë qenë momente të tjera, pastaj të familjare, të jetës familjare, por më të ndryshme, më të vogla se këto. Këto ngjarjet të politikës madhore, domethënë të Kosova e pavarur, kjo është ëndra e çdo shqiptar. Kush mendon se ka impresionuar doktor Berishën nga këto takimet me dinjitarët ka pas një moment që ka treguar diçka nga këta dinjitarët e huaj? Shumë të ndryshëm kanë pasur, domethënë le të themi, vlerat e tyre. Ai që disa që kanë impresionuar ka qenë natyrisht George Bush Senior, i pari. Ka takuar edhe në Vlorë, në Sambaj, kanë ardhur në linja pas e pritur në Vlorë. Por e veçanta e atij takimi të parë në Shtëpinë e Parë është që presidenti Bush nuk dinte asgjë për Kosovën dhe kanë marrë një atlas duke treguar Kosovën. Kjo është gjë e mrekullueshme që shqiptarët nuk e dinë. Pra në takimin e parë me presidentin amerikan, kam rritur deri aty se presidenti amerikan ka kërkuar atlasin dhe ka parë ku është Kosova, domethënë për të parë që në takimin dhe ajo më pas u shoqërua më pas me paralajmërimin e këshilljeve që presidenti Bush bëri ndaj Miloševićit. Ajo është e jashtëzakonshme. Ka kujtesë të goxhatë domethënë vlerëson shumë kujtesën që ka pasur me Papa Vojtilën. Vojtila ka qenë një kampion në lirinë, në lirinë e njeriut dhe në luftën e komunizmit. Ka qenë shumë i madh si figurë historike. Ka mësuar shumë interesante mbi takimin që ka pasur me Helmut Kohlin. Ka një element shumë të veçantë, shumë të bukur. Helmut Kohli i tregon Berishës se si neve pas luftës dytë botërore, gati 1/4 apo 1/3 territorit gjermane, ngelën jashtë kufive të Gjermanisë. U morën, ishin Poloni. Dhe tha, ne ishim në dilemë çfarë të bëjmë pas unifikimit gjerman, dhe para se të hynin këto vende në BE njëra tjetrën, të kërkonin neve tokat e gjermanëve në këto vende. Dhe kam shtruar në mbledhje o të qeverisë, po më duket jo mbledhje të kryesisë në CDU-s. Çfarë do bëjmë me këtë? I kërkojmë të drejtat pronësore të gjermanëve në Poloni, dhe aty tha vetëm 2 veta më mbështetën propozimin që t'ia kërkojmë. Të gjithë tjerët ishin kundra. Ai kapitulli mbyllur. Ne kemi humbur kapitullin mbyllur, ne nuk merrem më me ata. Shumë